Fenomeni shkodran Luis Eli ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve të tij në rrjetet sociale pasi ka publikuar disa foto të reja në profilin e tij në Instagram. Në këto foto, Luisi shfaqet me një stil të kuruar deri në detaj, i veshur me një kostum sportiv totalisht të zi, i kombinuar me aksesorë elegant si kapel, çantë dhe oradore që i japin një pamje mjaft origjinale dhe moderne. Në njërin prej fotove, ai shfaqet i buzëqeshur duke mbajtur në dorë një çantë të zezë sportive të firmës Plain, ndërsa në një tjetër ka zgjedhur të ulet në një karrige me një çantë të vogël të bardhë që bie në sy për dizajnin e saj të veçantë. Ajo që e bën edhe më të veçantë këtë postim është pikërisht mesazhi që Luisi ka zgjedhur ta shoqërojë me këto imazhe, në një botë plot me kopje, i origjinal. Ky mbishkrim ka bërë që fansat të reagojnë menjëherë me komente pozitive, duke e komplimentuar për stilin e tij autentik dhe për mënyrën se si arrin gjithmonë të dallojë në publik. Fotot e tij kanë marrë mira pëlqime në pak minuta dhe duket qartë që Luis Eli vazhdon të mbetet një nga personazhet më të dashur dhe më të komentuar në rrjetet sociale. Me këtë postim, ai jo vetëm ka përcjell një mesazh të fortë për rëndësinë e të qenurit vetvetja në një botë ku shpeshherë origjinaliteti humbet, por edhe ka treguar se di të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes me zgjedhjet e tij. Ndjekësit e tij vazhdojnë ta përgëzojnë jo vetëm për pamjen dhe stilin, por edhe për thjeshtësinë dhe natyrën e tij pozitive që e ka karakterizuar gjithmonë. Pa dyshim, çdo postim i Luisit është një shembull i qartë se si mund të kombinohet suksesi artistik me atë personal, duke e bërë atë një model për shumë të rinj që e ndjekin dhe e mbështesin me shumë dashuri në çdo hap të jetës dhe karrierës së tij. Fansat presin me padurim të shohin se me çfarë surprizash të tjera do të vijë së shpejti fenomeni shkodran, ndërkohë që Luisi vazhdon të mbetet një emër që frymëzon dhe mbetet gjithmonë origjinal. Ai vazhdon të mbetet një figurë që arrin të frymëzojë dhe të lidhë zemrat e publikut me thjeshtësinë, origjinalitetin dhe talentin e tij të padiskutueshëm. Pa dyshim, fenomeni shkodran ka ende shumë për të dhuruar dhe rrugëtimi i tij vazhdon të jetë i ndjekur me dashuri dhe kurreshtje nga mira sy që e admirojnë për gjithçka që përfaqëson.